Mirëmëngjes për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus. Sot dua ta nis këtë ditë me një urim tepër të veçantë, gëzuar festën e Fitër Bajramit për të gjithë besimtarët musliman kudo që ndodhen. Sjellët kjo festë paqe, harmoni dhe dashuri për ju dhe familjet tuaja. Për të folur më shumë rreth kësaj feste, por edhe për muajin e shenjtë të Ramazanit që sapo lan pas, kam sot të ftuar Zamira Puka, teologe. Mirëmëngjes e nderuar, faleminderit që je pjesë e Info Plus. Mirëmëngjesi, dhe me qënë se është dita parë e Fitër Bajramit, ju uroj me zemër të mirë Bajramin, shqyqër që ju ka gjetë shnosh e mirë dhe inshallah shumë e shumë Bajrame tjera. Të falenderojmë për këtë urim kaq të bukur e dashur. Mund të na tregosh pak më shumë nga ana fetare se çfarë përfaqëson dita e Fitër Bajramit? Atëherë, dita e Fitër Bajramit është ditë feste për gjithë muslimanët, kudo që janë anë e kënd botës. Dhe po ta shohin sot feston mbar bota islame. Në çdo cep të globit sot është Fitër Bajram. Dhe kjo fest vjen pas një adhurimi, pas një sakrifice që bën muslimani që ndryshon rutinën e përditshme të tij për një muaj. Dhe quhet Fitër Bajram sepse është dita e rikthimit, ne rikthehemi edhe një herë në rutinën tonë të përditshmërinë tonë, sepse Ramazani na ka ndryshuar, qoftë me syfyret ose me iftaret, ka ndryshuar rutinën e përditshme, por jo vetëm kaq ne jemi munduar jo vetëm që të agjerojmë nga ana trupore, por dhe të kemi kujdes që tregojmë më tepër kujdes edhe për anën shpirtërore. Dhe shohim që sot ne jo vetëm që festojmë, por shpresojmë dhe tek shpërblimi i Zotit, sepse vetë profeti a.s. ka thënë që besimtari gëzohet pra do të ketë dy gëzime. Njëri gëzim është dita kur qel agjërimin, që është dita e Fitër Bajramit, dhe dita tjetër është dita kur do të takohet me Zotin e tij. Kështu që për gjithë muslimanët anë kënd botës është ditë feste. Jo vetëm kaq, por kjo fest mallështore, e cila vjen pas një muaji të agjërim, pas muajit mallnushëm të Ramazanit që vetë Zoti e ka zgjedhur këtë muaj, përkon këtë vit edhe me ditën e Xhumaut ose ditën e premte, që është ditë feste për besimtarën, është dita feste e çdo jave për besimtarë musliman. Pra sot ne kemi dy festa. Pra Fitër Bajramin dhe ditën e Xhumat. Shumë e bukur kjo, pra një përkim edhe shumë i veçantë me ditën e Xhumat dhe ditën e Fitër Bajramit. Sa rëndësishme është ana jonë shpirtërore, lidhja jonë shpirtërore me festën e Fitër Bajramit? Atëherë, vetë Ramazani, vetë ky muaj përkushtimi, agjërimi, falje, taravish, jo vetëm kaq por edhe namaz nate, solidariteti me njëri tjetrin në iftar, syfyret, gjitha këto ndikojnë në anën shpirtërore të besimtarit, të muslimanit i cili e praktikon agjërimin. Por jo vetëm kaq, ne mundohemi t'i kushtojmë vëmendje dhe të ndryshojmë rutinën e përditshme duke ndaluar ushqimin, duke i dhënë hapësirë më tepër anës shpirtërore se sa anës trupore. Prandaj shpirti marr një dimension tjetër. Dhe ashtu siç Zoti e ka krijuar njeriu dhe e ka krijuar nga balta dhe do e shohim se trupi jon ushqimin e tij e ka nga toka. I ka dhënë shpirtin nga vetë fryma hyjnore dhe ky shpirt nuk ushqehet vetëm me hyjnoren. Prandaj hyjnoria, shpirti në këtë rast, marr një dimension krejt tjetër, krejt të veçantë gjatë muajit të Ramazanit, por edhe sot kur ne kremtojmë dhe festojmë dhe shpresojmë në shpërblimin e Zotit për çdo musliman i cili ka agjëruar. Si e pret ti festën e Fitër Bajramit? Dua ta di një zonjë, pavarësisht duke lënë pas atë pjesën e teologes, një zonjë e ditur e nderuar e qytetit tonë, por pjesën nga ana jote shpirtërore, ato përgatitjet e para të festës, që fillojnë ditë më përpara, patjetër. Atë me thënë drejtën, përveç se gjatë Ramazanit mundohemi t'i përkushtojmë më shumë adhurimeve, mundohemi të ndryshojmë rutinën tonë përditshme. Unë çdo Ramazan jam munduar t'i vë një pikë synim vetes, një objektiv, sa do i vogël që ta arrij dhe të ndryshoj këtë Ramazan.
Për shembull vitin e kaluar i kam vënë qëllim vetvetes që të largohem pak nga përdorimi, të kufizoj përdorimin e mediave sociale dhe të celularit. Dhe i kam vendosur një kuotë, domethënë nëse çdo mesazh që vjen ne në rutinë e përditshme i kthejmë në atë moment i kthejmë përgjigje. Unë e kam vendosur që gjys oret pas teravije. Dhe jam munduar Ramazanin e vjeçëm ti kthej gjitha mesazhe përveç ndonjë urgjent pas teravije. I gjysorët ulsha dhe kjo më bëri dobi gjatë gjithë vitit, unë mundova ta përdorja më pak dhe të kem më pak, domethënë se gjithë jemi të influencuar nga media sociale, është pjesë e pandashme. E i dëson. Këtë vit i kam vu qëllim vetvetes që namazet i falin në kohën, se nga njëherë nga angazhimet që kemi, ne e shtym pak kohën e namazit dhe e munduar që namazet të falen në kohën sa po këndon ezani. Mendoj se ja kam arrit, por inshallah Allah xhaleshanu unë i fal edhe ato gabimet, neglizhencën që mund të tregojmë nga një herë, sepse shpeshherë japim shumë rëndësi gjërave dytësore, por harrojmë parsore. Dhe nëse duam të kemi një sukses në këtë botë, por edhe në botën tjetër, ne duhet të japim përparësi gjërave parsore. Dhe parsorja në fakt janë angazhimet që ne, ose falenderimet që ne të tregojmë ndaj krijuesit tonë. Pastaj tjerat sistemohen shumë kallaj. Kështu që them që Bajrami për mua si çdo femër ose grua tjetër në Shqipëri, sepse të gjithë ne, flas për gratë muslimane, të gjitha xherojnë, janë munduar të falen taravit, janë munduar të falen taravit në xhami, sepse ajo atmosfera të falesh me xhamat, ku je bashk, është vetëm i vend që ti nuk ke problem ke në krah. Dhe është vetëm i xhamia dhe njihesh mirë dhe i sigurt, edhe pse mund të kesh një njerëz që nuk e ke takuar asnjëherë. Dhe pasi kryen ritin, pra namazin ti e uron dhe i thuj inshallah na pranohet kështu me radhë. Kjo atmosferë jep një atmosferë llaxhurimit, një atmosferë tjetër, jo vetëm në shtëpi, por edhe në shtëpi ka të rëndësinë e vet që shumë gra dhe nëna, të mos me fëmijët e vegjël, mund t'i kenë kryer ritet e tyre në shtëpi, sepse ato kushte mund të kenë. Por flas për përgatitjet për Bajram fillojnë disa ditë përpara, që mos t'jenë vetëm ditën e Bajramit ose ditë para, dhe fillohet normal, domethënë në përgatitjen edhe të ëmbëlsirave, edhe të shtëpisë, sepse muslimani një pjesë të besimit vet ka pastërtinë. Dhe ne çdo rit që kemi duhet të kemi edhe pastërtinë trupore, materiale, por edhe pastërtinë shpirtërore. Pra të dyja njëra pa tjetër nuk mund të ecin, duhet edhe materialja, por edhe shpirtërorja. Dhe them se përveç angazhimeve që do kemi, ne kemi një kënaqësi tepër të madhe se çdo kujt që i shërbejmë gjatë agjërimit, pra gjatë iftareve dhe sufyreve, ne marrim shpërblimin sikur të kemi agjëruar, pra kemi përfituar nga agjërimi i personit të cilët i kemi shërbyer. Kështu që them, është një atmosferë feste dhe ditën e Bajramit mundohem familjarisht të falim Bajramin në shesh, si gjithë muslimanët e tjerë, kush ka mundësi e fal aty. Ai momenti më i mirë përveç se është namazi dhe dëgjimi i hutbes ose i fjalimit të Bajramit, është dhe ai urimi që i bëjmë me njëra tjetrën në këtë ditë të shënuar. Dhe duke uruar gjithë secilit, Zoti t'i pranoft adhurimet, inshallah ja shef hajrin ose begatin në këtë botë dhe në botën tjetër, sepse Ramazani nuk vjen, ai rikthehet çdo vit, por nuk vjen dhe na gjen çdo Ramazan i njëjti person. Unë shpesh e them, na gjen çdo vit ndryshe. Dhe them me pjekurin, me kalimin e moshës dhe rëndësinë ja dim më tepër. Ashtu i japim edhe më rëndësi edhe fitë Bajramit. Këtu do të dilja edhe unë, sa e rëndësishme dhe sa na lidh pikërisht me festën e Fitr Bajramit të Ramazani, sepse më duket ose është dëgjohet atmosfera që festa e Fitr Bajramit ndjehet edhe më shumë, për shkak se është një herë pas muajit të madhëshëm të Ramazanit. Sepse subhanallahu shpirti është pastrum, është afru me krijuesin.
ti e shes se shumë gjëra materiale nuk kanë vlerë gjatë Ramazanit. Ne rikthehemi si vetë Fitër Bajrami do të na rikthejnë ne në jetën e përditshme, por do e shohim se gjatë këtij muaji, pas një muaji karikim mund ta quaj kështu, shpirtëror, ne e shohim domethënë që rikthimi në natyrshmërinë që do ta kemi gjatë 11 muajve të tjerë deri në Ramazanin tjetër, inshallah, nëse arrim, do të na shohim që ne do ja shohim begatit e këtij muaji që lam pas edhe gjatë muajve të tjerë. Për këtë domethënë atmosfera shumë e gëzueshme. Dhe ajo shpresa që ti këtë agjërim e ke bërë vetëm për hatër të Zotit. I jep një dimension krejt tjetër. Shpesh ne e diskutojmë edhe në jetën e përditshme që në ditë normale ne nuk mund të rezistojmë dhe i tundohemi ndoshta edhe një filxhan kafe në mëngjes. Ndërsa në Ramazan ti ke agjëruar dhe nuk bën përshtypje. Nuk të bën as pak përshtypje. Atëherë, këtu hin ajo ana shpirtërore. Këtu hin ai devocioni, sepse ne këtë agjërim e bëjmë vetëm për hatër të Zotit. Por ashtu, jo vetëm kjo, ne ky agjërim na ka kalitë dhe vullnetin. Patjetër, shumë. Na ka bërë dhe më të fortë. Jo vetëm kjo, por dhe solidariteti me njëri tjetrin. Pra, e shohim që edhe nëse ti të ngacmon dikush që e kemi mësim edhe nga profeti alayhis salam, ti thu unë jam agjërueshëm. Kjo fjalë mbyll shumë ndoshta shumë debate të pa vlera, ndoshta shumë diskutime që do të ishim prisha qefu me njëri tjetrin kështu me radhë. Vetë agjërimi është një rregullator që ne do t'ja shohim mirësitë e tij gjatë gjithë vitit. Përveç gëzimit të madh që sjell festa e Fitër Bajramit, secili nga ne që ka agjëruar përjeton ndoshta edhe një ndjenjë pak më të plogësht, sepse po lën pas një muaj përkushtimi dhe afrimi më të madh me Zotin. Si shpjegohet kjo pjesë? Të vjen keq që po kalon ky muaj, sepse ne agjërojmë edhe jashtë Ramazanit. Po. Por nuk e kemi aq të lehtë atë ritmin që bëjmë ne në Ramazan ta kemi gjatë muajve tjerë. Edhe pse mund ta agjërojë në fillim më një herë pas Ramazanit. Do e shohin që mëshira e Allahut, forca, mbështetja si është në Ramazan nuk e kemi muajt e tjerë, sepse është muaj i përzgjedhur nga Zoti për agjërim. Është vetë ndihma e Zotit. Pra ne na vjen keq domethënë. Jemi më të plosh se sa na vjen keq sepse ky muaj mbaroi kaq shpejt. Para një muaji ne ishim duke diskutuar për si të përgatitenim për Ramazan. Dhe mua një herë duke diskutuar gjatë agjërimit dhe duke u kthyer nga teravit e diskutoshim me miqet e mia, i thash më duket sikur Ramazani i vjetshëm është ngjit me këtë Ramazan kaq shpejt erdhi, sa që unë kisha po ato kujtime, po atë grup që shkoshim me fal teravit bashkë, u ktheshim bashkë dhe ne shpresojmë që do të rikthehena dhe inshallah Zoti na bën që ta agjërojmë edhe Ramazane tjera. Por është një ndjenjë normale. Është një ndjenjë normale se si ti po ndash nga një adhurim, nga një përkushtim, të cilin e ke bërë me bindjen kaq i Zotit. Ti përmendë pak më parë teravit në xhami, por edhe namazin e natës në xhami, dhe realisht këtë vit ka pasur një numër të shumë të shtuar të besimtarëve, ku shpesh herë nuk gjeja as vend në xhamin e Farrucës apo në xhamin e Abu Bekër, sepse numri i grave ishte shumë i madh. Sa të bën të emocionohesh ty kjo pjesë që shikon që vajzat të reja, vajzat të vogla, shumë po përkushtohen dhe po afrohen gjithnjë më shumë me Zotin. Me të drejt më jep shpresë edhe gëzohem. Edhe më motivon kjo gjë. Dhe lut Zotin sa herë që shoh këtë gjendje, tham inshallah rikthehen edhe një herë tek besimi, sepse nga besimi nuk ka asgjë të keqe. Besimi vetëm thërret në vlera, në moral. Dhe po të shohim, përveç se çdo njëri prej atyne personave që vjen në xhami, falet për hatër Zotit, i merr këto mirësi, ne marrë edhe mirësi bashkarisht. Dhe them shpresë sepse tregon që kjo rini, edhe pse po jetojmë në një kohë ku nuk po thërritet në vlera, por jeta shumë dinamike dhe po jepet shumë rëndësi materializmit. Shohim që rinia, njerëzimi ka nevojë për vlera. Ka nevojë për moral, ka nevojë për besim, ka nevojë të rikthehet në origjinën e përkushtimit ndaj krijuesit të tij.
Kështu që për mua është shpresë, është gëzim. Edhe pse nganjëherë kur nuk gjesha vend, thosha sa shumë Sa shumë ka. por përsëri është shpresë, është solidaritet. Janë disa ndjenja që ndoshta nuk dihen të përshkruhen me fjalë. Po në raport me familjen, sa afron kjo fest, por edhe muaji i Ramazanit, familjet, sepse nëse kohët e tjera e anashkalojmë ndoshta drekën në iftar, patjetër që do të jemi të gjithë bashkë. Sa e lidh dhe e forcon kjo familje? E forcon shumë, sepse po të shohim e kemi shumë vështirë gjatë gjithë vitit të mbledhemi të gjithë anëtarët e familjes në të njëjtën orar. Në të njëjtën orar, patjetër. Ndërsa në Ramazan të gjithë e lajnë, i shef bile 5 minuta, 10 minuta para se të kënojnë ezani i iftarit pra i akşamit në tavolinë gati. Dhe të gjithë bëjnë duan e iftarit, o Zot ne i prano, ty të besuam, të këti unë mbështetem, sepse aqërimi është për hatër të Zotit. Dhe ti e se solidariteti, jo vetëm që ushqehemi bashk, ndajmë emocionet bashk, diskutojmë bashk, por dhe solidariteti me njëri tjetrin është më i madh. Unë për shembull gjatë iftareve sepse angazhimet vetë Ramazani ka angazhimet e tij. Nganjëherë u afrote koha e iftarit dhe tavolina nuk ishte komplet gati me gjithë. E shifsha djalin tim vogël duke marrë gotën me mbush me ujë. Dhe nëse jashtë Ramazanit ju i thu, a ke mundësi me ndihmu kët, e marr nganjëherë si urdhën. Në Ramazan e marrin me dëshirë. Bile kishte raste që i vendosnin lukë të prioritet është solidaritet. Sepse subhanallahu jep esani shpirtërore prioritet më tepër se sa anës materiale. Dhe vetë iftari, por edhe syfyri, kanë begati të këtë dyja. Dhe sa më shumë njerëz të qelin iftarin bashk, begatia të qëndron te solidariteti njerëzor, të bashkimit, të ndarja asaj duas me njëri tjetrin, qoftë edhe duke i dhënë një hurmë personit që ke afër ose një gotë ujë kështu me radhë. Do thënë, është subhanallahu jashtë Ramazanit nuk e ndjejmë këtë ndjesi. Po iftaret, shpesh herë shohim që shtrohen iftare dhe njerëzit tanë që na thrasin dhe jemi gjithmonë më pranë pjesës tjetër, ndoshta të farefisit, të shoqërisë, është një tjetër bashkim. Sepse Ramazani nuk është individual. Me të vërtetë agjërimin e i bëjmë për hart të Zotit dhe unë agjëroj individualisht, ama e shohim që është një adhurim kolektiv, sepse iftaret qelen bashk, sa më shumë të qelen bashk, aq më lumturi, shpërblim. Por dhe teravit fyret bashk, pra vetë anëtarët e familjes, e shohim që edhe mjesin e kemi të vështirë, se dikush zgjohet më herët, dikush më vonë sipas orareve dhe pa vetë rutinës ditore që kanë. Por tek syfyri, sepse ka një orar që pas atij orari ti nuk mund të hash më. Do të zgjohen të gjithë bashk. Dhe nëna këtu, domethënë, detyra e mëmësisë merr një dimension krejt tjetër. Dhe unë këtu përgëzoj gjithë nënat, të cilat kanë përgatitur syfyret dhe iftaret për familjen e tyre. Zoti ju shpërbleft të mira, keni marrë jo vetëm shpërblimet për agjërimin tuaj, por për gjithë anëtarët e familjes. Sa bukur. Dhe një falënderim të veçantë do ta bëj edhe për mamin tim, që është gjithmonë e kujdesshme në iftaret dhe në syfyret tona. Dua të veçojmë ndoshta vlerat universale që sjell kjo pjesë. Pjesa e festës, pra është një ditë për të gjithë botën. Mbar bota feston Fitër Bajramin. Përveç se në Shqipëri, në Shkodrën tonë, që vlerësohet shumë kjo fest, por në pjesën tjetër të botës. Në gjithë pjesë të botës, afërsisht dita Bajramit fillon me të njëjtin ritëm. Pra fillohet me namazin e sabahut në xhami, nga namazi i sabahut pritet gjysë oret derisa të fillojë dhe këtu ka këshilla në xhami, për shembull tek ne, në shesh fillojnë hoxhallar dhe japin disa këshilla, ose disa emocione, disa reflektime në lidhje me festën, derisa vjen falja e namazit të Bajramit. Pasi falet namazi i Bajramit, mirë është të falet në një vend në qytet, dhe ne nga që nuk kemi një namazgja ose një xhami tepër të madhe, falet në shesh, dhe mbaron hutbeja, pra është edhe fjalimi i përshëndetjes i kësaj dite, besimtarët urojnë njëri tjetrin dhe kthehen në shtëpitë e tyre. Ktu pastaj fillon pjesa tjetër e festës, ku fillojnë dhe ne përshëndesim anëtarët e familjes që kemi. Pra, ju urojmë atyre Bajramin, ne gratë
ato qerasit, ato që kemi ëmbëlsirat përgatitur. që kemi përgatitur, i shtrojmë, shtëpia është e zbukuruar, pra është fest. Dhe këtu fillot dhe shkëmbimi vizitave. Dhe subhanallah na vinë disa vizitorë që një herë në vit vinë, ose një herë ose dy herë vetëm për bajrame. Dhe këtu fillojnë edhe lidhjet farafisnore, sepse bajrami nuk është fest individuale, por është fest me familjen dhe me gjithë farefisin. Dhe ka të rritë festojnë edhe në format të tjera, mund dalin me shoqërinë, me pi një kafe, mund konsumoj një drek në shtëpi ose një ëmbëlsirë jashtë, ose diçka mjesht mos rëndohet, sepse pas atij agjërimit mos i bëjmë dëm shëndetit, por edhe pak e teprojmë ëmbëlsira ditën e Bajramit. Patjetër, është ditë feste, në lejohet. Por sidomos për fëmijët, ne duhet i japim kujdes tepër të veçantë gëzimit të fëmijëve, të vegjëlve. T'i blehen rroba të reja, kush ka mundësi. Kjo është në anë e kënd botës, vetëm aty inshallah Zoti në vendet ku ka luftra ose ka varfëni, Zoti ndihmon dhe çon paqen tek ata, rikthen paqen tek ata, pjesa tjetër e ummetit në përgjithësi feston. Dhe them një dhuratë do ishte mirë edhe për fëmijët tanë të vegjël, të vegjëlit tanë, t'i jepet një atmosferë gëzimi për ta bushiçat, për ato llumbacet mund ta zbukurojnë e kështu me radhë, dritat shumë ngjyrshe. Por them urimet dhe lutjet që ne në këtë ditë i shkëmbejmë njëri tjetrit, ka një rëndësi tepër të veçantë. Secili prej nesh mundohet që të largohet nga mërit ose nga keqkuptimet, ose ndoshta dhe nga hatërmbetjet që mund kemi njëri tjetër, dhe urojmë njëri tjetrin gëzim, paqe, shëndet, mbarësi, lumturi, si në këtë botë edhe në botën tjetër. Sa aq shumë sa i afron kjo fest, aq shumë sa përmendëm ne, aq shumë mirësi sa mbart muaji Ramazanit dhe kjo fest e Bajramit, aq shumë shpresojmë që të gëzohet edhe ti dhe gjithë Shkodra nga studia Info Plus. Dua në fund të përmendim pak se sa ka ndryshuar kjo fest ndër vite. Ndoshta dikur ka pasur një influencë, mund ta quaj ose jo, më të madhe, ka pasur një festim më të madh, kemi qenë më të afruar, ndërsa sot është pak më ndryshe. Si e shikon ti personalisht? Në fillim, sidomos pas demokracisë, festa Fitur Bajramit ka pas ndoshta me vlerë fizike, mund ta them. Sepse shkëmbimi i vizitave ka qenë fizikisht dhe gjithë farefisi vite për vizitë. Shtëpia nuk pushote një minutë nga vizita. Pra, ose vishin për vizitë, ose u shkoshin për vizitë. Nërsa tani me rrjetet sociale, më tepër ka kalus dhe urimet virtuale. Me thonë, vizitat janë rradhu më pak dhe urimet janë shtu me mesazhet që dërgohen në media sociale. Por them, edhe pandemia pati një ndikim jo aq pozitiv, sa që i largoj pak njerëzit, por mendimin e Zotit do të rikthehemi tek vizita, sepse ne kemi nevojë që emocionet pozitive ti përçojmë fizikisht me njëri tjetrin, kemi nevojë që të çojmë hallet, kemi nevojë më thjesht me atë telefonin si jeni, por nëse është kur jepet face to face, pra ball për ball, ose kur shikon njëri tjetrin në sy dhe uroj me një buzëqeshje të shtuar. Aty sikur dhe buzëqeshja nga ana fetare është lëmosh, është sadaka. Dhe kur i buzëqeshim njëri tjetrit, edhe pse ndoshta secili prej nesh mund të ketë hallet dhe vështirësitë e veta, ose dhe brengat që munden njeriu të kaloj gjatë jetës së tij. Por në Bajram gjithë secili prej nesh shpreh vetëm anën pozitive. Sa rëndësishme është të jemi pranë personave që nuk e kanë shumë mundësinë, qoftë ekonomike, qoftë fizike në Bajram? Po, është shumë e rëndësishme, por ne këtë e bëjmë para Bajramit. E bëjmë me anë të sadakasë së fitrit. Subhanallahu, feja islame ka menduar çdo detaj. Pra Zoti jo vetëm na ka obliguar ne agjërimin, por na ka bë që nëse dojnë që ndonjë gabim, ndonjë fjalë që kemi, pra jo të hishme gjatë agjërimit që kemi bërë, duhet ta shlyejmë, këtë shlyejmë anë të sadakasë së fitrit. Dhe sadakaja e fitrit
në të njëjtën kohë është edhe shlyerje për gabimet e vogla që mund bëjmë gjatë Ramazanit, por lehtësim për personin i cili nuk e ka. Dhe ajo bëhet para Bajramit, para Fitr Bajramit. Kështu që dhe i varfri gëzohet para Fitr Bajramit. Dhe Fitr Bajrami Fitr Bajrami e gjen dhe të varfrin, dhe me thonë të gëzuar, qoftë me anën monetare ose edhe me anën e ushqimeve, mund të shpërndahen dhe ushqime, mund të dërgojnë edhe pak ushqimore kështu me radhë. Dhe e shohin që muslimanët jo vetëm japin sadakan e fitrit, të cilën e kanë për detyrë ta japin para faljes namazit të Bajramit, pra ditët e fundit të Ramazanit, por ne japim, muslimanët mundon të japin edhe zekatin, kush është i pastër dhe ka obligim zekatin, a taksën vjetore që duhet me dhënë nga pasuria e tij, 2.5% të pasurisë së tij, por duhet të ketë një, do të thonë, një minimum, pra do të quhet i pasur për me dhënë këtë pjesë, ato e japin edhe në Ramazan. Shumica e të pasurve e japin në Ramazan dhe zekatin, dhe kjo i jepet të varfërve dhe nevojtarëve, por ju jepet njerëzve, por gjithashtu dhe njeriu i thjeshtë i cili është mesatar dhe nuk me gjën ekonomike dhe nuk e ka ndoshta obligim zekatin, ai mundet me shpërnda sadaka. Dhe sa më shumë shpërndan, shpërblimet në Ramazan janë jo më 10 fish si gjatë ditëve të tjera, por janë 70 fish deri në 700 fish e kështu me radhë. Kështu që unë them që në Ramazan, por Fitr Bajrami gjen dhe të varfrin të gëzuar. Sa bukur. Kjo është diçka edhe shumë e bukur. Ka menduar Zoti këtë punë, subhanallahu, që mos ketë njeri i cili vjen Fitr Bajrami dhe e gjen domethënë të pamundur që të gëzohet qoftë vetë ose qoftë edhe fëmijët e tij. Sa bukur, të falenderoj shumë e dashur. Faleminderit për këtë intervistë kaq të këndshme dhe faleminderit që na kushtove kohë në këtë ditë kaq të shënuar. Ju falenderoj ju në radhë parë, ju uroj për Fitr Bajramin, qoftë një Bajram i begat për ju, familjen tuaj, edhe për mamin tuaj. Faleminderit shumë. Dhe për motrën time dhe shoqen time, mikën time Linden, që nuk duhet ta harroj, por qoftë dhe një Bajram i bekuar, ku mirësitë e Zotit janë pafundme, në shëndet, se kemi nevojë për shëndet, në lumturi, në begati, në mirëkuptim me njëri tjetrin. Dhe inshallah, Zoti na i ka pranuar adhurimet. Të falenderoj për këtë hapësirë, gëzimi që më krijove të shprehi dhe të uroj dhe muslimanët e Shkodrës, por çdo që do të na ndjek dhe do të dëgjoj këto minuta, pra këto mesazhe që përquam, dhe lut Zotin që në jetën tonë të kemi vetëm bajrame. Faleminderit e dashur, faleminderit për këto urime kaq të bukura dhe faleminderit që ishe me ne. Faleminderit dhe të gjithëve ju që keni qëndruar deri në këto momente në Info Plus, gëzuar dhe përshëndjet Fitr Bajramin. Takimi radhës së bashku të hënën.